Para ditën e sejntës u bë edhe një tjetër përpjekje për të konstituuar kuvendin. Kështu deputetët u mblodhen për të 16 herë për të njëjtën arsye. As në këtë tentativë, asgjë nuk ndryshoi. Kryesuesi Avni Dehari propozoi që votimi i kryetarit të kuvendit të bëhet me votim të fshehtë. Ish opozita nuk pranoi e kësaj seanca dështoi u thirr përsëri pas 48 orësh. Është e pakuptueshme se si mund të jetë kushdo kandidat më i rëndësishëm se gati 1 milion qytetar që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kjo është e pashembull, s'ka ndodhur asnjëherë. Qofse ata do të dëshironin që me të vërtetë ta konstituonin kuvendin e Republikës së Kosovës brenda 24 orëve, sepse seanca mund të thirret çdo 10 minuta. Domethënë nuk mund të shkojmë më larg se 48 orë, por mund të kemi seancë çdo 10 minuta. Do t'i kishin provuar edhe 47 deputet të tjerë. Dhe nëse nuk i siguron votat njëjtë sikurse është për qeverinë, ish dashur me qenë edhe për parlamentarën. Megjithatë, sipas Faton Pecit, partia fituese ka bërë vazhdimisht përpjekje për të dalë nga ngërçi. Edhe ftesa për dalë nga gjendja për të me zgjedhë kryetarin e kuvendit edhe nënkryetar. Edhe ftesa për koalicion që është drejtuar LDK-s, ti konsideroni që nuk janë veprime të ndërmarra, atëherë nuk di se ku me gjetë fjalor për me të binë ty dhe ata bashkë me dimtarë sikur ju që ne nuk e kemi ndërmarrë asnjë veprim. Vazhdimi i radhës i seancës konstituive do të bëhet të shtunën në ora 10:30.